këtu kemi problem inkriminimin e ekonomisë, ekonomia që drejtohet nga një grusht njerëzish apo që kontrollohet, media që është e lidhur me interesat ekonomike, po pse edhe me krimin. Edhe me krimin me çfarë duash, problemi i vetë partive politike. Partitë politike janë shndruar në prona private të kryetarëve, s'bëhen zgjedhje as gjikundi, si këtë voglat, si këtë nojat, si këtë vjetrat, si këtë rejat, partitë janë... Po, se mbone me qesh, se ka ardhur puna të fjellë Trumpi, tha s'kemi nevojë për zgjedhjem në dorë, tha. Pikërisht pra... se të kemi dhe modelin e pavarësisht. është trazu gjitha ne kjo punë, po përflasim për hallat tona. Për katunin tonë. Ka mungesë transparence, ku i gjen lekët o partitë, kush i furnizon, kush i ushqen, fushatat elektorale. Pra ka nevojë për një reformë shumë më të madhe se sa thjesht ndërrimi i një qeverie. Dhe kur ti u thusat qytetarëve që duhet heqim Ramën, okay, ta heqim. Por çfarë do bëhet në këtë vend? Dhe unë ndër ata njerëzit e përgjegjshëm që mendoj se jam, bëj pyetjen, në rregull, e hoqim Ramën. Meriton tiki. Çfarë duhet bërë në këtë vend? Nuk mjafton ndrrimi i qeverisë, sepse çfarë do ndodhi? Do ndrrim qeverinë, do vinë qeveri tjetër, do vazhdoj të njëjtin mekanizëm të punoj me kompanitë oligarkëve që kontrollojnë koncesionet PPP, të vazhdoj të punoj me të njëjtat media klienteliste, të vazhdoj të punoj në të njëjtën formë, pa bërë zgjedhje, pa treguar se kush e furnizon partinë dhe pastaj si ja jep partisë, kompanisë që të dha lekët e fushatës ti jep gjithë tendrat koncesionet. Nuk ka nevojë për këtë Shqipëria. Dhe më falni po prezant, garantoj që do të ndodhë kjo. Në qoftë se që nuk duket kërkun, do t'jetë as në kalendat greke nuk është ardhja opozitës shpeti, por garantoj sepse një retorik që më bën mu për shtypje gjithmonë në për televizione dhe drejtuesit e partive, se ne demokratët kemi 12 vjet pa punë. Do më që këtu kemi 12 vjet, do vim shtet që i grabisim ne tash, kemi radhën ne. Pikërisht pra. Edhe kupto çka kulturë është kjo, edhe kemi 12 pse më ça zyrë punë o partia.